Papa Francesku, i cili vuante nga një infeksion në 2 mushkëritë e tij, është ndarë nga jeta këtë të hënë në moshën 88 vjeçare. I njohur për qëndrimet dhe thirrjet e tij kundër luftrave, Papa Francesku ishte edhe një nga klerikët më të mëdhenj që ka vizituar vendin tonë. Për ndarjen e tij nga jeta kanë reaguar përfaqësues të ndryshëm të politikës, artit, skenës e klerit të feve të ndryshme. Mes reagimeve është dhe ai udhëheqësi shpirtëror të xhamatit Musliman Ahmedia, kalifi i 5 Mirza Masrur Ahmed. Në një letër të publikuar këtë të hënë, Mirza Masrur Ahmed ka shprehur vlerësimet e tij për kreun e kishës katolike botërore të ndjerin Papa Francesku, teksa ngushëllon të gjithë katolikët dhe përfaqësuesit e kësaj kishe në mbar botën. Me pikëllim të thellë, mësova për ndarjen nga jeta të shenjtërisë së tij Papa Francesku. Gjatë gjithë jetës së tij, Papa Francesku u përpoq të shërbente të varfërve dhe të pambrojturve, duke shprehur simpati të pamas për ata që vuanin nën peshën e rëndë të luftës, të përsekutimit dhe të padrejtësisë. Ai ishte një njeri i dhemshur, i përulur dhe me besim, dhe u përpoq të ndërtonte ura midis njerëzve të bindjeve dhe të besimeve të ndryshme. Gjatë papatit të tij, Papa Francesku priti me ngrohtësi përfaqësuesit e xhamatit Musliman Ahmedia në Vatikan, për të cilin do të jemi gjithmonë mirënjohës. Në emër të xhamatit Musliman Ahmedia, i shpreh ngushëllimet tona të sinqerta kishës katolike dhe antarëve të saj në mbar botën. Juaj sinqerisht, Mirza Masrur Ahmed, thuhet ndër të tjera në letrën në fjalë.